Populli të ri urt. Ashtu. Se tëra gjërat janë në vije. Ja o të mbythës. S'kemi ku t'i prishim. Ka dali. Pa i kena lera atë personi me një të mundi mashtruese. Populli të ri urt. Ashtu. Se tëra gjërat janë në vije. Fajna ka tha jetë gjatësia. Fajna ka jetë gjatësia. Mi fjalë, ajo për vdekjen tonë, edhe ai për vdekjen tonë. Kur rrit pensioni 5%, ai rrit çmimet 10%. Ata s'dalë një ilaçë ne për morë që kinë nënëshi. Ka 7 buksh. 7 buksh. Po pra, kismet pa hongër. Për që s'kemi nevojë për pensione? S'na intereson. Bravo. Qeveria ose cili do ministër tjetë firmosin tendra miliona euro. Është një fjalë e vjetër, fukaras, para fukaras mos hamisht pjekur. Ai që do pa që mos ja kthe me hekur. A do ja kthe me hekur Belinda Balluku thua? Jo Belinda Balluku jo. Qeveria ose cili do ministër tjetë firmosin tendra miliona euro. Është një fjalë e vjetër, fukaras, para fukaras mos hamisht pjekur. Ai që do pa që mos ja kthe me hekur. Pra para fukaras mos hamisht pjekur. Dhe ai që do pa që mos ja kthe me hekur. Këto janë të dyja. Tu. Pra para fukaras e hamisht pjekur. Dhe ai që do pa që ja kthe me hekur. A do ja kthe me hekur Belinda Balluku thua? Jo Belinda Balluku jo. Pse? Belinda Balluku vjen nga shtresat e pasura, mi fjalë. Vjen, është bën stres e pasur, se vjen në stres e pasur. Pra ti thua që Rama ose kryeministri ka frikë se është mbese Beqir Balluku thua? Jo, sa mbese Beqir Balluku, Beqir Ka Balluku. frikë apo Jo, s'ka frikë, po ajo ka marrë ato përmasa nga vendi i punës që ka pas, ka rritë që të fuqizohet. Edhe nga ana ekonomike, edhe nga anët e tjera. A ti thua që ana ekonomike atë do ta mbroj? Do ta mbrojë ana ekonomike, siç mbrojnë të tjerë, Sali Berishin e këtë që janë këto që s'ma shko menja se do të dënohen, edhe mund dënohen, po s'ma shko menja. Miqer Allafi ka shkuar në SPAK. Ka shku në SPAK, si për herë. A do bëjnë në gjë SPAK-u për Do këtë? thot ato që ka deklaruar politikisht, do thot edhe në SPAK. Çka ka deklaruar politikisht. Rama ka thënë që në 2027 pensionistët do të dyfishohet pensioni. A ke menduar se si do i prishësh këto lek? Rama nuk do t'i rrisi pensionet, asnjëherë. Sepse jetojmë në një rend shoqëror të pa barabartë. Dhe një rend shoqëror pa barabartë nuk ka mundësi të rritet pensionet. Pa barazia shoqërore. Një sill këto. Për publikun e thjesht nuk e kuptuam. Pa barazia shoqërore nuk lejon që të Nuk po i rrit gjitha linear. Për shembull, ti që merr 100.000 lekë do të vej 200.000 lekë, ai që merr 300.000 lekë do vej 600.000 lekë. Pa e ka llogarit kur të vdesit një sasi e madhe për 5 vjet. Se në 2027 do vdesin pensionistët Do thotë? vdesin gjysmë e pensionistëve, mendon ai kështu. Sepse edhe ministri e tij, ajo Olta Manjani, tha një herë që Olta Manjani ishte zëvendës ministri i ekonomisë dikur, tani nuk e di se kush është. Tha një herë që tha fajna ka tha jetë gjatësia. Pastaj tha që lusim që të rënë gjatë, po një herë sakta që fajna ka jetë gjatësia. Mi fjalë, ajo pret vdekjen tonë, edhe ai pret vdekjen tonë. E nuk ka ndërmend të rëgji pensione. Që tjetës që ju keni punuar, a keni menduar që kur dilin pension të bëni jetë dinjitoze, apo pra jeni të kënaqur me pensionin që ju ka dalë? Po se jam i kënaqur me këtë pension që më ka dalë, për arsye se shoqëria ka ndryshuar, mi fjalë, pensioni ul shumë poshtë, ndërsa rrogat janë shumë të mëdha me rrogat e qeveritarëve dhe këtyre janë deri në 7 milion lekë. Dhe kështu që çmimet janë rrinë në proporcion me këto rroga. Ju vetë si atë dilni saktësisht? Po duhet me hangër pak, më ja dal. Ham pak. Të ha pak. Sa pension merrni? Konsum shumë pak. Po, pension 200.000 lekë vjetra. Në 2027 do vej 400. Afërsisht plus minus. Nuk e dim 2000, edhe 400 me vajt, edhe 500 me vajt, nuk e rrin aty se. Ti ajo rrit pensionin dhe me thonë 5% a 10%, ati që e ka 1 milion i shko shumë përqinja, dhe ai, kur rrit pensioni 5%, ai rrit shmime 10%. Në proporcion me pension rrit shmime, dhe me thonë, kjo se rrit 5.000 lek, ai rrit 10.000 shmimin
E ushtimi që prapë se prapë të jenë minus. Si ka mundësi domethënë që për pensionistët ose për shtresat të tjerë, jo vetëm pensionistë, ndihmë sociale. Është vetë rendi i ri shoqëror më zotni që pabarazia shoqërore nuk të lejon. As barazi, as paqe, as qetësi, as gjë. Pra ai që merr shumë do marrë prapë shumë thotë. Do të mori prapë Ai shumë. që ka 400 do vetë Sa 800. është lloji i sistemit. O sistemi pa barabartë. Na ka Një sistem pa barabartë nuk është i lumtur asnjë. Edhe ai që ka merr 7 milionë ka kokën në gërshan. Unë kam nga varfëria, ndërsa e ka nga si ka mundësi që ekonomia. sa po tham që me pensionet ju vetë si individ si jeni të kënaqur. Po, ajo çdo gjë që e thotë, e ka berë. E ka- Për popullin e ka berë. Populli të ri urt. Oh. Ashtu. Se tëra gjërat janë në vije. Si pas kryeministrit e. Ore pensione, ato rritën apo Po jo? leo, ore, unë të thash, ajo çka thene, E ka bërë. i ka berë të tëra dhe do bëhen të tëra. Me firme me vul. Pa merak. Nuk di nëse ju jeni në pension ose jo, por thjesht do e mendim shkurt për një pensionist që do t'i dyfishohet pensioni, si mund t'i prishë gjithë to lekë? Unë jam pensionist. Kam një pension ushtaraku, pra për në Shqipëri nuk e kam pensionin e vogël. Por ajo rritje është simbolike, nuk është rritje reale e pensioni, sepse në qoftë se nuk i përgjigjet kushteve të tregut dhe ekonomisë të tregut që ndodhet, aktualisht ai nuk është pension. Në qoftë se pensioni minimal shkon të 20.000 lek ose të 200.000 lek të vjetra, ato janë ilaçe për një pensionist, janë ilaçe, nuk janë sigurim jetese. Për mua nuk është rritje reale pensionesh. Është një politik gati abuzive me gjithë pensionistët e Shqipërisë, po pensionistët e kanë lidhë gomarin në kohën e shkuar dhe aty mbeten. Unë marrë 100.000 lek pension se kam punu gjithsej 15 vjetë. Si Jam ja 70 dini me ato vjeç. 100.000 lekë? Unë nuk jetoj këtu, e kuptoj që pensionet janë shumë të ulta, se edhe unë kam njerëz, didhon me bo 2 esape, po s'di që them. Kjo Okej, është çfarë do të mirë. bëjë qeveria tani që shtresa juaj të punoj të bëjë një jetë dinjitoze? Atë, bërë një pyetje që edhe ti e di përgjigjen, duhet me rrit pensionet, duhet me punu sa më shumë njerëz me pagu kontributet të rregullta, sepse e dim që me çfarë paguajnë pensionet, me taksat që vjel shteti, taksat të merren të gjitha dhe të përdoren me kujdes. Po. Edhe Në 2027 kryeministri thotë që qeveria do dyfishoj pensionin. Ti me 200.000 lekë. edhe A do njerë të një thash, jetë dinjitoze? edhe njerë thash, jo hesabin me mu se nuk jetoj këtu. Por po kam marrin- po me marrin si- këto që një gjoj, Pra, edhe kur them, kur flas nuk them për ty personalisht, por shtresa juaj e pensionit, sepse pensioni vajon nga 90.000 lekë deri në 150.000 lekë ose 300.000 lekë që mund të jetë. Edhe herë, me këto që dëgjoj, sigurisht që nuk del edhe dyfishimi i pensioneve, me këto çmime që një gjoj.